Do të vazhdojmë të dashur dëgjues me një manifestim kulturor që mbahet në Mërgatën tonë. Tashmë është ndërtuar kjo kulturë, kjo traditë, është darka e lamës, e cila vazhdon të mbahet në disa vende në Evropë nga Mërgata jon, edhe në vendet tona në Kosovë tashmë ka një kulturë të mbajtjes kësaj darke, edhe në Bruksel sot mblidhen shqiptarët tanë dhe për të shënuar darkën e lamës. Darka e lamës është një manifestim kulturor që ka rënjet më të thella, më të largëta, daton që moti. Kush ka bërë këto studime është e një fare mirë situatën me darkën e lamës, pse është krijuar ajo, në çfarë thana. Në disa zona konsiderohet si një festë pagane dhe është e tillë, por në shumë lokacione tjera nuk i kanë dhënë kuptim më shumë kur presidenti Ibrahim Rugova e ka zyrtarizuar këtë festë, siç ka thënë ai, për të shënuar të mirat që na sjell Zoti, edhe puna, edhe djersa e secilit. E në këtë frym, në këtë kuptim, për t'i dhënë pak më shumë dimension të tillë, Mërgata jon e shënon darkën e lamës në manifestime të ndryshme në fundjavat që i ka, sepse kush më shumë se Mërgata jon e meriton ta shënojë darkën e lamës pas gjithë punës që bën gjatë vitit edhe djersës e mundit që bëjnë. Do të lidhemi tani me një festë të tillë që është sot në Bruksel. Atje është zoti Batir Kastrati, ai është kryetari i degëve të LDK-s për vendet e Beneluxit dhe sot ka mbledh shqiptarët tanë atje në një sofër të përbashkët. Zoti Kastrati, mirëmëngjesi, faleminderit që ndat kohën me ne. Mirëmëngjesi, përshëndetje, respekt për ju, dëgjues dhe gjithë që dëgjues të Radio Kosovës. Faleminderit shumë. Jeni zgjuar sot, jeni bogati, keni mu bo bashkë në sofrën e darkës së lamës, siç e keni një manifestim tashmë i njohur edhe për ne. Po zë nderuam, me thonë drejtën edhe as 3 orë gjëm 4 nuk e kem bën se tu i prit njerëz, vinë musafirë edhe nga Kosova, nga Mërgata. Na qyllë të këtë ditë ma, këtë ditë Filere Dardane, darka e lamës, kështu që kemi radhë me vënesë. E kuptoj, ta pas na prish pak gjumin, po besoj që tash ki hapësirë pak më shumë, me pi një kafe më qetësisht, edhe me u bo gati me shku në vendin ku e keni lanë. Qysh e mbani darkën e lamës, zoti Kastrati? Çka sillni, çka gatuani? Se është vështirë, ju t'i keni ndoshta edhe gjanat atje për me siguru atë tipikën qysh e kemi ne traditë. Darkën e lamës në këtë vetë, si çdo vetë tradicionalisht festojmë, e mbajmë tash në Bruksel, fillan në orat 17:30, kanë ardhur njerëz nga struktura ndryshme nga Kosova, janë përfaqësues, nuk po them si me ngjyrë politike, po gjitha ngjyra politike gravitojnë këtë darkë lamës. Po, sepse darka i mbledh të gjithë pa përjashtime. Se dominojmë. Po. Dhe në darkë lamës i përgatisim nënat tona, gratë tona, motrat tona, të gjitha ushqimet që kemi konsumuar përpara në vendlindet tona, aty i kemi në sofrat tona. Të fillu, dhe me thonë ushqimet tradicionale, vetë i gatuin gratë tona. Dhe pjesa e kryqësisë, që jenë në kryqësi, se cili përsen gratë të tyne ose motrat të tyne bin diçka të begatshme që jetë në sofrat tona. Pra është një kontribut i përbashkët. Linja pogace të përbashkët, pogace, krelana, lecenika, pite me kunguj, pite me lakna, të gjitha të mirat që kanë gatu nana tona, i qesim në sofrë sante në darkën e lamës. Po, është më shumë një simbolik që ju vazhdoni me mbajt? Por në? Është më shumë një simbolik e kësaj darke që mbani atje. Dikur ka pasur një kuptim të plot darka e lamës në viset tona këndej në Kosovë. Po, dhe me thonë na përgatisim këtë darkë lamës në mënyrë që fëmijët tanë, nipat tonë, t'i kujtojmë si jena ushqy,
si kena mbaj traditën, kjo është tradit i Lirë Dardana kur të parë tonë i kanë shtim bereqetet në hambarët e tyne, dhe për me kujtu, për me pas bereqetin, që i qënë zotit mirët materiale, e kanë shtru sofrën për meq, dashamirë, që nuk e ha më të shqim vetëm, po me meq, me dashamirë, është këtë ditë që në bashkon njerëzët. Zojë nderum, që kam një respekt shumë të madhë për juve në këtë fest, dhe me thonë pëse organizojmë si subjekt, si lidhje demokratike Kosovës, në gëzën fati se kemi përkrahje morale dhe shpirtërore, edhe nga Ambasada Republikës Kosovës, edhe nga Ambasada Republikës Shqipërisë, dhe i gjithë spektri politik dhe spektri jo politik dëshiron që të marrë pjesë në këtë darkën e lamës. Po, sepse në sofër tash nuk ka përjashtime. Nga parlamenti Brukselit. Po. Por na? Keni ftuar meq të jo shqiptar që duan me pa këto festa tona që shjem bo dikur? Po. Ka meq edhe jo shqiptar. Këtu Brukseli është dhe vendi i nacionalitetet ndryshme botërore, por për mi tër 4 nacionalitete 5 ka njerë që vinë aty, ka belgj, edhe të gjithë këtu që vinë e kanë e lakmojnë këtë traditë. Po, sigurisht. Me thonë të drejtën zojën dhe rrumë këtu në Bruxelles e rrujna dhe me fanatizëm se komunitetet e ndryshme evropiane i festojnë traditet e veta në mënyrat të ndryshme. Pse mos jetë edhe tradita jonë shqiptare një konkurencë edhe një vlerë e madhe kulturore, një vlerë e begatshme edhe gjatë gatimeve dhe është një shembull se si ne jemi shy dhe si e ruajmë traditën. Dhe me thonë kanë lakmi se cili populli bën ato të vetat, po kjo jonja është e lakmishme për të gjithë. Po, zotë Kasrati, nga jeni ju në Kosovë, nga cila visen, nga cili qytet? Une jam nga Mboroja Skënderajt. Nga Skënderaj jeni. Keni pasur ju darkë të lamës në Drenic, e keni shënuar me këtë përmbajtje? E kena shënun pothuajse gati me këtë përmbajtje. Aha, do me thënë se dhe këtu të ne ndryshon paka shumë ndryshon për shembull dhe rumën ne përpare kena pas kushtet as si kena pas mirë po festu për tjera më ndërsa këtu bashkohen të gjitha gërshëtohen gjitha njerëz të gjitha zonave. Edhe gjithkush për shembull nga zona e Hasën, nga zona e Drenizës, nga zona e Istogit, Dugaxhinit, e Karadakut. Po. Edhe të gjithë me ato që i kanë edhe zakonet e veta të regionet ndryshme i shfasin aty në sofrën tonë, që e bën shumë begatshme. Sigurisht. Për shembull me kungujt mishirit e me kështeje, nuk na mungon asgjë. Edhe sot i keni bë kretë në Bruksel. Por na? A i gjeni letë këto produkte me pasëru këtë sofër me uduk sot në Bruksel ashtu? Të gjitha. Na kemi fillu përgatitet zojën dhe ruë mos thëm para një muje, edhe i kanë morë mbi supët veta se kush me përgatit fli, kush me përgatit kërlanën, kush ton, që edhe tjetë me letë me përbalushme për neve, edhe po, të gjitha asë gjanë nuk mungon sofra tona. Ushimi është i mjaftueshëm, edhe përgatitëm ushim deri për 350-400 save dënë ushimi është i përgatitëm. Pas këtë shumë misafir. Edhe Po, ushimet, gjitha llojet ushimet të gjitha janë të bollshme. Zotë Kastrati, edhe askush aty që vinë musafirët, ata janë për pa pagesë, me pije, me ushime, me gjitha janë ushime të servume. Që shtojnë të na, Zotë Kastrati, Zotë ju dash bereqet. Ju dhash juve gjithë Kosovës, Zoti ju bekoft. Faleminderit, shumë paqet sofrën e begat e të pasur gjithmonë, ju, familja juaj, gjithë mërgjimtarët tanë të dashur, të cilët bëjnë atë shumë punë, atë shumë mund, e këto festa i bëjnë bashkë në takimet e tilla, një simbolik që forcon edhe kulturën, traditën, një traditë që duhet përcjellet si vlerë edhe tek breza të tjerë. Uroj ta kaloni sot një ditë sa më të mirë, Zoti Kastrati, faleminderit shumë për kohën që ndahet për programin e mëngjesit këtu në Radio Kosovë. Shumë faleminderit. E mirupafshim në Prishtinë. Bekume, mirupafshim Zoti bekoft. Kaloni bukur të falem dhe Kosovës. Shëndet për ju e për familjen tuaj dhe të gjithë mërgjimtarët tanë kudo që jeni. Dëgjues të dashur,
Ishe me zotin Kastrati, Batir Kastrati, kryetari degëve të LDK-s për vendet e Beneluxit. Sot atje në Bruksel mbahet darka e lamës, siç dëgjuam zotin Kastrati, një sofër që i bën bashkë të gjithë shqiptarët nga do që janë, pa dallim, nga Kosova, Shqipëria e vise tjera. Ne dim që kemi shumë bashkëdhetar tanë të shpërndar kudo në vendet e Evropës e të botës. Ata sot bën bashkë në një sofër të darkës së lamës, një traditë që ka themeluar të shënohet çdo vit presidenti Rugova për të njohur vlerat e punës e djersës e mundit që bëjnë secili njeri gjatë vitit. Është një fest apo një manifestim kulturor që ka rënë të thella që nga ilirët tanë, të cilët janë gëzuar të mirave të përveçme. Do kthehemi për pak me ushqime apo për mënyrën e jetesës edhe me shëndetin. Vetëm për pak kthehemi përsëri me këshillën shëndetësore.